Një tjetër rast suksesi është shënuar në repartin e hemodinamikës në Spitalin Rajonal të Shkodrës. Mjeku kardiolog intervencionues Dr. Edi Smajlaj ka kryer një ndërhyrje veçanërisht të vështirë tek një pacient 34 vjeçar, ndërhyrje të cilën ai e ka cilësuar si rast me risk të lartë. Është një pacient 34 vjeç, pra siç shihet pra mosha shumë e re, i cili paraqitet me dhimbje gjoksi në urgjencën e spitalit. Shtrohet në spital dhe pas ekzaminimeve rezulton në një smundje të arterëve koronare dy bazale, një smundje kritike që nuk është shumë e shpeshtë për moshën e tij. Duke pas parasysh pra jo vetëm moshën e tij shumë të re, por edhe rëndësinë e sëmundjes me cilën paraqitet pacienti, Ky rast konsiderohet një rast me rrezik shumë të lartë. Ju nënshtrua procedurës të PCI-s dhe vendosjes stentit në koronaren e smur. Procedura fatmirësisht përfunoi me sukses plot. Smajlaj shpjegon faktorët që mund të çojnë në shfaqjen e problemeve të tilla kardiake, duke theksuar rëndësinë e diagnostikimit të hershëm dhe kujdesit të vazhdueshëm shëndetësor. Kemi një shtim të dukshëm të rasteve në mosha të reja, e cila përbën domethënë një alarm për popullatën përgjithësi që të jenë të kujdesshëm ka shik këtyre problemeve, të cilat nëse nuk zgjidhen në momentin e duhur dhe në mënyrën e duhur, sillin probleme deri dhe fatale. Po, një nga faktorët mallor që çon në shfaqjen e hershme të këtyre problemeve janë probleme gjenetike, pa diskutim, por të ndërthura në mënyrë të shumë të rëndësishme edhe me faktorë tjerë të cilët ne konsiderojmë faktorë të modifikueshëm, që janë faktorë të lidhur ngushtësisht me stilin e jetesës. Fa një teknike mini-invazive e cila praktikohet vetëm në pak spitale, mjeku ka mundur të rikthejë funksionin normal të arterieve të bllokuara të zemrës, pa patur nevojë për ndërhyrje të rënda kirurgjikale. Kjo ndërhyrje konsiderohet një hap i rëndësishëm për avancimin e shërbimeve kardiologjike në spitalet e vendit tonë. Pak ditë më parë dhe vetë kryeministri Edi Rama bëri publik një tjetër ndërhyrje, ku live-u realizuan dy të tilla ndërhyrje koronare në nullheqjen e ekografisë intravaskulare në ndërtimin e profesor Dr. Aurel Tomës dhe profesor Dr. Florim Cuculit, së bashku me ekipin e kardiologëve intervencionues të Shkodrës.